Dhe të falenderoj shumë që jenë kanape. Më bëhet realisht shumë qefi. Shumë knajsi me është vdekje knajsia, ma besosh se tëra imja. Edhe me ta pun nga afër dhe unë. Faleminderit. Renato, të lutëm dhe të falenderoj që jenë në studio. Faleminderit Nesër redaksi sot po përgatit shumë për emision për të realizuar këtë epizod dhe po i shjerim shumë këtë këngë që të mërshim pak vibe-in dhe ishim pak në energjinë tënde, patjetër që na pëlqen, ja dedikuam disa sekonda transmetim televiziv këtij projekti. Je lumtur me feedbackun që po e merr nga ky projekt? Shumë e lumtur, e vërtet. Ka ndihmuar shumë edhe fakti që njerëzit prisin nga unë një bashkëpunim, sepse kishte vënë deri diku. Po ka qenë e rëndësishme për mua që të sjell fillimisht një cikël artistik solo për treguar pak edhe nga bota ime e brendshme. Po ishte surprizë se si u gjenda kaq mirë me Kreshën në këtë material. Ishte vërtet. Kresha ka qenë një nga bashkëpunimet ëndër të gjithë jetës time, edhe jam super e lumtur që mund ta hap këtë cikël me të. E kam dashur gjithmonë, kush nuk e don. Një zë unik edhe Kresha, një zë unik e ti, doli një projekt jashtëzakonshëm, më thuaj pak, ishte i vështirë procesi i punës, ishte shumë kërkuese, ishte shumë perfeksioniste se si do jetë realizoj ky projekt vetë edhe nga audio edhe nga ana vizuale? Unë vetë jam shumë perfeksioniste edhe gjithmonë manjake detajesh, sepse dua gjëja të dali në absolut fiks ajo që unë kam vizualizu. Kjo vlen edhe për klipin, po vura re që edhe Kresha ishte i tillë, shumë profi, e kam shiu shumë procesin, ka qenë super i thjesht, edhe mund të vej re që ashtu si që i vjen edhe muzikalisht, ashtu është edhe si njeri. Më bëj shumë qefi që pata mundësin, jo vetëm me bashkëpunu, po edhe me shkëmby biseda me të, me kalu kon studio. Ishte shumë qef. Lore, sa vite u bën që je aktive në muzikë? Në treg, që nga materiali imi parë muzikor, diku 6 vite, 5-6 vite, ndërsa nga momenti i parë që kam dalë në skenë, kam qenë 17 vjeç, u bën diku 12 vite. 12 vite. Unë thash para se të thërë në studio që një zë shumë unik, për mos të zëri më unik i momentit, që njerëzit e duan dhe e vlerësojnë shumë. Po besoj për juve si artist është komplimenti më i madh që mund ta merrni, sepse besoj nga ana e talentit tuaj për të shkruar, për të kompozuar, është diçka tjetër, ndërsa një vokal, një zë që nuk e ke zgjedhur ti për të ka ardhur vetë, të është dhuruar vetë, po besoj është shumë krenare me gjithë këtë... Me gjithë e curin edhe të gjithë vëmendjen që po marr momentalisht, po edhe me këtë komplimentin e vokalit që nuk ngopesh, duket sikur nuk ngopesh asnjëherë ta dëgjosh. Sepse shumë artistë të mëdhenj edhe botërora vlerësohen shumë për nga ngjyra e zërit, nga vokali i tyre. Po, timbrika është shumë e rëndësishme, edhe çapo vëj re edhe vitet e fundit, tek ne sidomos, pasi tregu ndërkombëtar është shumë në avancë, vlerësohet shumë stili. Kjo është autenticiteti, është një gjë që gjithmonë është vlerësuar, po tani më jo edhe zërat minimalist. Ndoshta si ky imi, që mund të jetë i vogël në notat që mund të kapi, po gjithmonë me shumë shpirt. E ndjen ti këtë talent që e ke, sa ndjen vetën në vetbesim kur është puna e zërit, domethënë kur ta thon të tjerët. Si të bën më ndje? Unë gjithmonë, unë jam shumë e turpshme, sa herë bëjnë komplimente, po për vokalin edhe çdo gjë tjetër. Po e ndjej sepse e ndjej edhe në lëkurë që është gjëja që di të bëj më mirë në botë. Edhe është shumë e bukur edhe kur arri ta transmetoj, ta përçoj tek njerëzit, edhe të kuptoj që edhe ata po më përcjellin. Ti dukesh vajzë shumë ëmbël, vajzë shumë e mirë dhe pavarësisht që janë bërë disa vite, që i përmend edhe vetë sa janë bërë, sa je gati për këtë industri, e cila nuk është edhe fort ëmbël, nuk është edhe fort e buta që mirë sjellshme, që mikpritse. Jo, ka shumë bryle. Ashtu si në çdo profesion tjetër, po këtu ndihet shumë, sepse je edhe në lup në një formë. Edhe të rrethit artistik, po edhe të publikut, të audiencës. Unë jam super gati dhe një gjë që më ka ndihmuar shumë gjatë rrugës është që e kam marrë shumë gradualisht të gjithën. Pra, vërtet, unë arrita të godas me materialin tim të parë, të Night, edhe që në një formë sa qef, aq edhe po themi një dizavantazh për mua që nuk dola me njëherë si figurë, edhe kënga nuk asociohej me figurën dhe me identitetin tim artistik, fare, madje ka shumë njerëz edhe sot që nuk arrin ta bëjnë lidhjen se kush është, por vitet e fundit, të them të drejtën, e kam parë që kam depërtuar, po depërtoj tek zemrat e njerëzve, edhe ndoshta kjo e të qenurit pak safe me hapat, domethënë baby steps në këtë industri, mendoj që do më ndihmoj në afat gjatë.
Pate përkrahjen e duhur që të futesh në këtë industri, nuk e di se si qëndroi këndvështrimi i familjes, po dhe joti siguria e madhe që po dua ta bëj këtë profesion. Familja sot që flasim është super supportive, po momentet e para patjetër që kanë qenë shumë skeptik se si mund pozicionohesha, duke pas parasysh që unë nuk kam një background akademik muzikor, nuk i kisha kontaktet e duhura, por pata fatin që të gjeja një familje tjetër, që janë 3 çunat e mi që unë punoj intensivisht, Alban Konti, Fabian Basha, Genco Osmani, që i kam me vete kudo. Edhe i hoqën pikpyetjet. Eksakt. Edhe ata më kanë ndihmuar që të rrisë edhe vetë besimin tim, po edhe të di fiks se çfarë dua të përfaqësoj edhe ku dua të pozicionohem në industri. Ka qenë ata që kanë qenë krahu im i djathtë, po themi, ta thurim të ndër së bashku. Po. Tregu i Kosovës dhe tregu i Shqipërisë sa i përket muzikës qëndrojnë aty kur është puna tek artistët e rinj. Pavarësisht që tregu në Shqipëri ka më shumë platforma ku artistët e rinj mund të shfaqen, mund të prezantohen, ka më shumë skenë, pikërisht ka më shumë spektakël atje. Po në këtë dallim që e keti në këndvështrimin tënd, ka diçka më shumë tek Kosova dhe tek Shqipëria se si është tregu momentalisht? Domethënë dhe këtu gëzon një dashuri shumë të madhe pse e ke parë dhe një përkrahje. Po, e kam parë dhe jam, zoti i madh, jam shkrirë fare me të gjithë dashamirësit nga Kosova që më shkruajnë her pas here, edhe tani madje që po vija nga rruga, duke marrë përshëndetje dhe urime. Si jo, po çfarë keq për ty. Besoj që ka njëri botë të keq. Unë doja me patjetër këtë intervistë sot, sepse më ka lënë shumë përshtypje në paraqitjet e tua, pastaj edhe në Big Brother, një personalitet shumë unik, po aq sa zëri, sepse mos ta banalizojmë tar zëri unik, sepse ta thënë gjatë gjithë kohës, po edhe personaliteti yt është shumë unik, që nisur nga veshja, mënyra se si prezantohesh në skenë, pastaj edhe mënyra se si flet dhe si artikulon. Kështu që besoj dhe kjo është një armë shumë e madhe e vërtet që deri diku diferencon. Pozicionohesh mirë. Po, e vërtet. Ky ka qenë qëllimi im fillestar, domethënë që unë personaliteti im, ajo që më vjen native, natyrshëm që unë të jem edhe si dua të vi, po edhe forma se si kurohem estetikisht, imazhi e të gjitha, doja që të vinin në një në të njëjtën linjë me ato që shpreh muzikalisht. Ishte shumë e rëndësishme edhe kjo, pra nuk mund të bënte kontrast. Këngë kaq të bukura, tekste kaq të bukura, inspirimi dhe ku merr më shumë ti dua di? Përgjithsisht nga eksperiencat e mia. Ato më shtyn që të ulem të shkruaj etj, po edhe në fund fare marr input shumë edhe nga muzika që dëgjoj. Edhe ajo më ndihmon shumë. Shoqërohesh shumë me njerëz, dëgjon shumë histori, inspirohesh shumë? Ja, si natyrë jam shumë sociale. Je people person, je? Po, jam shumë sociale si natyrë, edhe më pëlqen që të marr spunto edhe nga eksperiencat e njerëzve, sidomos shoqëve të mia të ngushta i kam bërë leck. Ja ke marrë gjitha informacionet dhe eksperiencat e tyre. Çka kam pas, i shtyt jetojnë edhe më shumë që të kem mundësi të inspirohem. Unë dua të bëj një pyetje shumë konkrete ty, duke qenë se shkruan vet. Po. Çfarë është koncepti yt për dashurinë? Unë e dashuroj dashurinë dhe për sa kohë që kam këtë lloj qasje ndaj dashurisë, thjesht nuk ngopem. Mendoj që është gjëja më e bukur që kemi në jetë, ashtu siç mendoj në të njëjtën kohë që dashuria është dhimbje. Edhe në këto momente edhe inspirimi, dëshira për me e nxjerr atë që ndjej së brendshmi fillon bëhet më e madhe. Në artistët shkruajmë shumë kur në ditët tona më të zymta. Ta deshta me të pyet, a dalin këngë më të bukura nga dashuria apo nga dhimbja? Nga dashuria. Nga dashuria, po nga dhimbja që sjell dashuria, më saktë. Sepse është dëshira jote që ta procesosh në një formë atë gjën. Dhe për mua që e kam mundësinë ta procesoj nëpërmjet artit edhe ta hedh në letër edhe pastaj ta finalizoj në këngë, është shumë e bukur edhe shumë relaksuese, është një detoks total. Në këtë proces pune për një projekt, unë dua të di cila është sfida më e madhe, të shkruash, ta bësh vime melodike, të komponosh, cila është më... Teksti. Teksti është gjithmonë më sfiduese, sepse është ai që mbetet, është ai që dëgjuesi e lidh me historinë e vet. Në momentin që ti ke marrë një feedback të variantit duket sikur e ka shkruar për mua, ose kjo këngë flet për historinë e jetës time. Ai është kulmi i suksesit tënd si artist, se ti e përjeton atë në lëkurën tënde, por në momentin që ti e hedh edhe lançon, e hedh në treg, ajo nuk është më e jotja, ajo është e njerëzve për ta përjetuar. Kështu që në këtë rast uroj shumë që të ketë njerëz që u vjen emocioni im
fiks siç duhet, ashtu siç unë e përçoj, edhe e marrin e bëjnë të veten pastaj. Unë jam shumë i bindur që shkon, dhe këtë je sot sepse shkon, realisht shkon shumë. Më thuaj pak tek artistët, vendohen bastë të tuaj, kush ka inspiruar ty, bastë dhe si e vogël, a? Para moshës 17 vjeçare kur ke dalë në skenë. Po këtë figurat ikonike i kam para fytyre gjatë gjithë kohës. Që nga Elvis Presley, deri tek Beatles, nga Lana Del Rey, Billie Eilish, po janë edhe figura shqiptare, Elsa Lila, Aurela Gaçi, Elvana Gjata, i dua shumë edhe kanë qenë pjesë e rrugtimit tim, fëmijërisë time të pandashme. Këto kanë inspiruar shumë, se i kam parë tritën edhe duke u rritur ato, jam rritur edhe unë, edhe këtë dua të sjell edhe unë në një formë. E gjitha audienca ime, dëgjuesit e muzikës time të rriten bashkë me mua. A din që pëlqen më shumë ti tek ty po edhe tek kolegët artistët e rinj përgjithsisht që janë më guximtar. Po, artistët e rinj guxojnë më shumë, të eksperimentojnë më shumë, të thyen, janë thyer shumë tabu nga artistë më herët, vite më herët, po sot thyen tabu tjera. Sot thyen kur janë vetvetja, kur janë autentik, mbas atë kur kanë raport mirë edhe me kolega. Edhe kjo qëndron. Shpërndatin dashuri jashtëzakonshme mes artistëve të rinj, ka realisht mua si gazetar, bëhet qefi realisht shumë. Sepse e dim të gjithë se sa e vështirë është që të depërtosh. Domethënë të ruash autenticitetin edhe të mos kesh frikë që ta shfaqesh, është një nga sfidat më të mëdha në të kohës sot për sot. Dhe është e bukur kur kemi mundësi që ta suportojmë njëri tjetrin pa kufi, domethënë, pa hezitu. Lore, ne patëm mundësin të shohim një ngjyrë tjetër tënde në Big Brother. Një eksperiencë e cila mund të ishte më e gjatë, mbase u ndërpren momentin në dur, nuk e di do ta flasim edhe këtë, kur të erdhi ftesa, sa ishe gati që okej, dua ta bëj si eksperiencë, pate frikë, pate vetbesimin e dur, të hysh natë shtëpi, si u ndjeve? Unë kam pas gjithmonë kuriozitetin për Big Brotherin, sepse jam natyrë që i dua sfidat edhe më pëlqejnë këto lloj aventurash. Mirë po, ftesa ka ardhur disa vite me radhë. Dhe unë deri në atë moment nuk kam qenë gati. Madje, momentin e parë që erdhi sfida këtë vit, që erdhi ftesa këtë vit, ishte mendimi i parë ishte, jo, ndoshta nuk është momenti i dur. Por pastaj, që më shtyu shumë, ishte dashuria që po merja në kohën e këngës magjike. Dhe e pash që edhe unë vetë kisha të nevojshme që të vija tek njerëzit ashtu siç jam. Ashtu siç jam, në të gjithë ngjyrat e mia, jo vetëm muzikalisht. Dhe thash, okay, do ta bëj. Nëse s'është tani momenti, kur do jetë? Dhe hyra pikërisht me këtë mendim në kokë, do jem me të vetme strategjitë time që do isha natyrale edhe e lirë në çdo gjë që do më vinte të bëja aty brenda. Ishte shumë e bukur, eksperiencë shumë e fortë, po për sa kohë që unë kisha graduar trurin që ta bëja, e shijova në maksimum, për aq ditë sa isha. Po, kishte dinamika realisht shumë të mëdha, ishte një ngjyra banorësh nga më të ndryshme, në cilën secili rrugtimin e tij, eksperjenca secila më ka ndryshuar, ti gjete vetëm në grup caktuar dhe pastaj rrugtimin në një formë ose tjetër është ky që është sot. Po të vjen keq që përfundoj në atë pikë? Më vjen keq, sepse po, kisha shumë gjëra tjera për treguar, dhe doja shumë që të gjeja një moment timin, një inspirim aty për aty spontan, të shkruaja diçka, doja të ruaj edhe ca kujtime të tjera aty brenda, por nuk jam me qef mbetur, çdo gjë ndodh për një arsye. Jeta vazhdon tani dhe unë do jem afër njerëzve me shumë gjëra tjera të bukura. Unë jam shumë kurioz di cila ishte sfida më e madhe brenda. Gjumi, ushqimi, çfarë ishte? Këto po, patjetër. Unë madje se kam marrë veten sot që flasim me gjumin, vazhdoj fle me të njëjtat orare si në Big, sepse ne nuk e kishim fare sensin e kohës aty brenda. Edhe pse sot nuk më shohët një muzikë dhe nuk ndizën dritat. Jo, fare, dhe nuk ndizën ai alarmi që ta jep në tru të vogël. Po, unë vazhdoj fle në 5, shohem në 12, akoma se kam rregulluar gjumin. Gjumi, ushqimi, po, edhe detyrat e shtëpisë, patjetër. Po sfida më e madhe ishte që sinqeriteti me veten, me emocionet e tua. Ishte shumë më sfiduese se sa vetë loja aty brenda. Domethënë, të luaje apo ta lije veten të përjetoje gjën pa frikra, duke i rikujtuar shpesh vetes motivin pse je futur brenda, qëllimin, atë që do t'i tregosh njerëzve jashtë, qoftë edhe njerëzve të afërt, ti vërtetosh domethënë që ti aty je për një arsye. Edhe kjo që më sfiduese akoma. Kam zbuluar gjëra për veten që nuk i kam ditur përpara. Si për shembull? Marr rastin të them disa barriera që unë i kam
eliminuar me veten time. Ose po themi këtë integritetin emocional që unë arrita të kuptoj aty se sa forcë gjeja brenda vetes që ta ruaja këtë. Të isha besnike ndaj emocionit tim dhe çdo gjë që më vinte aty natyrshëm të bëja. Lore, kush nga karakteret brenda tu përshtat më shumë ti me ty? Po, me gocat kam pasur raport shumë të mirë. Okej. Me Brikenën, edhe me Selin, edhe kam përshtypjen që do jemi shoqe shumë të mira edhe jashtë, sepse i gjeja të to karaktere që unë i kam edhe jashtë afër vetes. Është shumë e vështirë të ngjashmin tënd aty që të nxjerrësh edhe ngjyra të personalitetit të karakterit tënd. Pikërisht. Dhe Big Brother i funksionon pak a shumë si jeta reale. Vetëm se je i monitoruar 24/7 edhe ndodh që a mendon që penalizoi pak që ishte shumë e fokusuar tek ta individ në të cilin gjeje veten shumë dhe nuk e le veten të sfidosh pak edhe me karaktere tjera? Ndodh ajo, po për shembull një gjë që unë do kisha dashur të ndryshoja aty brenda me rrugtimin tim do ishte që ta leja veten të isha pjesë më shumë dinamikave, kështu siç ishte ti. Edhe po themi të mos isha gjatë gjithë kohës aq e kujdesshme ndaj emocioneve të tjerëve. Në fund ditës nuk kemi përgjegjës për të ruajtur balancat e emocioneve të tjerëve. Mjafton të ruajmë tonat. Kjo është e rëndësishme. Po, do ishte gjë. Dhe do shta ta shkatësoja rrugtimin tim, pra ta përshpejtoja. Po vazhdon ta shikosh? Po vazhdoj ta shikoj, her pas here, jo gjatë gjithë kohës, po që e kam vënë re që është bërë më agresiv. Është bërë më agresiv. Je në Kosovë, je në kanapeun, dua të pyes pak për Malin. Është nga Kosova dhe mentalisht edhe nga prajmi i kaluar u ballafaqua me disa deklarata jo fort bukura, se nuk e gjak shqiptari, disa nga ofendimet nga më të ndryshme që na tensionuan edhe neve, po besoj edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Çfarë mendimi ke, Lore? Mendoj që ato goditje poshtë brezi nuk duhen bërë ndaj as kujt, as një individi, sidomos kur vjen puna te familja, te jeta private, apo edhe tek morali. Mendoj që janë shumë të ulta si goditje dhe nuk janë as të pastra për lojën. Për sa kohë që mua më gjykon për karakterin tim apo rolin që po luaj në lojë, jemi krejt në rregull. Por të sjellësh situata nga jashtë apo qoftë edhe ngjarje të cilat unë i kam shumë personale, ndoshta edhe mund të jenë edhe pika të mia të dobta dhe shumë intime personale, mendoj që nuk është më zhdimsur mali në atë moment. Kujt ja oran fitoren? Më të mirit, atij që do dali të bëj lojën më të bukur aty brenda, të dali më pak shëmtuar. Nga deri tash kush është deri në këtë pikë lojës? Unë nuk e ndaj dot, ndoshta është çik herët, po jam midis Selin, Miri dhe Kristi. Mendoj këta të tre janë favoritët, ata që mund ta fitojnë. Njëri nga këta. Po. Thash para se t'hyja në studio që nuk mund të lëshoj pa më kënduar diçka live. Po. Ke kënduar live në disa intervista sepse ke zë për të kënduar live. Tu nuk kemi instrumente, por në një version a cappella do ta kemi shumë të bukur nga ty. Mbase kënga e re nuk e di, je e lirë na këndor çfarë duash. Me shumë dëshirë dhe kënaqësi këngën e re. Hajde. Kënaqje më mu a mes ta du synin sa po m'josh, po nisem të vi më prit se po vi atje ku je ti. Shumë e bukur, shumë e bukur. Faleminderit. Sa të kërkojnë shoqëria familjare që t'ju këndosh? Gjatë gjithë kohës më kanë lodhur. Është shumë e lodhshme. Është si të kërkosh një fotografi të bëj foto të gjithë kohës. Po, shumë e lodhshme. Por është shumë e bukur në të njëjtën kohë. Është shumë e bukur. Sepse duan që të harktojnë edhe në momente kur nuk ka kushte. Pikërisht. Kur nuk ka kushte të tjera. Ky projekt sapo është lancuar, çfarë ke plani? Nuk e di, do të jetë një solo, do të jetë një Menjëherë pas këtij do jetë një këngë solo, ose mund të jenë 2 të tjera solo dhe pastaj do vi një bashkëpunim tjetër, por është ende herët që ta zbuloj dhe dua vi prapë të ty. Po, patjetër, unë pres me duar hapur derën e ke hapur në kanape, unë kisha shumë kënaqësi sot që të kisha në studio. Faleminderit shumë që gjetë kohë dhe erdhe dhe të uroj shumë sukses. U kënaqet, kam përcjell shumë edhe ke dhuruar gjithmonë